Do të shohim tani edhe curinë e tregjeve përgjatë ditës së sotme, ku vjet re një rënje ndjeshme e dollarit amerikan në raport me lekun në tregun e brendshëm për pasojë ose për shkak të zhvlerësimit monedhës së gjelbërt në tregje ndërkombëtare. Dollari përballet sipas analistëve me një krizë besimi në ditët dhe javët e fundit për shkak të politikave disa herë të paqarta që ndjek presidenti amerikan Donald Trump. Njëkohësisht ditën e djeshme ishte edhe përfundimi i takimit të rezervës federale që sikurse pritej gjerësisht nga investitorët, nuk ndryshoi normën bazë të interesit. Ky zhvlerësim i dollarit amerikan është efektuar edhe në tregun e brendshëm të këmbimit valutor dhe sikurse mund ta shohim, dollari sipas të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë ka humbur 0.6% të vlerës dhe këmbehet mesatarisht me 80.69 lek. Ndërkohë euro është rritur lek, ka ndryshuar minimalisht në rritje me 0.04%, këmbehet mesatarisht me 96.65 lek. Franga zvicerane realizon fitimet më të mëdha në rritje me 0.39% të vlerës. Në raport me lekun, mesatarisht këmbehet me 105.16 lek. Paundi britanik është në rënje me 0.1%, këmbehet me 111.26 lek. Dollari kanadez ka fituar 0.18% të vlerës dhe këmbehet mesatarisht me 59.49 lek. Dollari australian gjithashtu është në rritje, po me 0.18%, këmbehet me 56.51 lek. Ndërkohë jeni japonez në rënje me 0.06% të vlerës, ndërsa në ecurin e lirës turke, kjo monedh ka humbur 0.01%, këmbehet me 1.86 lek dhe juani kinez është në rënje me 0.07% në raport me lekun, këmbehet mesatarisht me 11.62 lek. Në mëngjesin e sotëm, referuar shifrave të publikuara nga Banka e Shqipërisë. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e monedhave në tregje ndërkombëtare, ku pas humbjeve që realizoi dollari ditën e djeshme, sot dihet re përgjithsisht një qetësi. Investitorët do të vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet gjeopolitike, por njëkohësisht edhe tek dhënat që publikohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dollari ka pasur një tendencë në rënje të konzervueshme përgjatë sesioneve të fundit. Madje sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent deklaroi ditën e djeshme dhe ka përgjigjëstruar raportimet se Shtetet e Bashkuara mund të ndryjnë në tregun e monedhave për të forcuar dollarin amerikan në mënyrë të veçantë në raport me jenin japonez. Por ka qenë sekretari i thesarit i cili i ka përgjigjëstruar këto lajme. Komentet e Bessent erdhën një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se mendoi që situata e dollarit është shumë e mirë, i cili u pyet në lidhje me zhvlerësimin e monedhës së gjelbërt në ditët e fundit, por edhe në afatgjatë. Për gjatë 12 muajve të fundit, dollari ka humbur mbi 11% të vlerës përballë shportës me 6 monedhat kryesore ndërkombëtare. Aktualisht euro ka fituar 0.19% të vlerës në raport me dollarin amerikan, duke fituar thuajse të gjitha humbjet e realizuara gjatë sesionit kaluar. Madje ditën e djeshme në sesionin evropian, euro ngjit mbi nivelin e 1.2 në raport me dollarin. Aktualisht këmbehet me 1.1975 dollar. Paundi britanik është rritur me 0.23%, këmbehet me 1.37 dollar amerikan. Në ecurinë e dollarit përballë frangës vjet re një rënje me 0.29% të vlerës dhe dollari amerikan këmbehet me 0.7660 franga. Dollari australian është rritur me 0.44%, këmbehet me 0.7071 dollar amerikan, ndërsa dollari kanadez është rritur me 0.26% të vlerës, këmbehet me 0.7393 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari ka humbur 0.13% të vlerës dhe mesatarisht këmbehet me 153.2 yen në sesionin e sotëm. Ndërkohë në tregun e kriptomonedhave, vjet re sërish një tendencë në rënje në sesionin e sotëm me Bitcoin që ka zbritur sërish poshtë nivelit të 80.000 dollarëve, ndërsa ditën e djeshme tregtoi pranë nivelit të 90.000 dollarëve. Vetëm sot ka humbur 1.58% të vlerës dhe kuotohet në 87.892.22 dollar. Ethereum realizon humbjet më të mëdha në përqindje me 2.4%, kuotohet në 2.923.45 dollar. Ripple ka rënë me 1.91%, kuotohet në 1.8769 dollar. Litecoin është në rënje me 2.06%,
Kotohet në $67.93 dhe Bitcoin Cash ka humbur 1.7% të vlerës kotohet në $580.24 për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar, ndërsa në tregun e naftës benchmarkët kryesor patën një tendencë në rritje të konzervueshme në sesionin e kaluar për shkak të frikës investitorëve se Shtetet e Bashkuara mund sulmojnë Iranin, që është një prodhues i rëndësishëm i naftës, është një vend antar i OPEC, por njëkohësisht përballet me sanksionet e perëndimit. Presidenti amerikan Donald Trump ditën e dieshme paralajmëroi Iranin se armada e jashtëzakonshme shumë e madhe po shkon në drejtim të gjirit dhe ka për synim të ndalojë programin bërthamor të Teheranit zyrtar. Presidenti amerikan në këtë mënyrë në platformën e tij Truth Social ka paralajmëruar Iranin në lidhje me shtypjen e protestave. Mendohet se numri i viktimave nga përgjatë ditëve të protestave mund të ketë kaluar 12.000 apo mund të jetë akoma dhe më lart. Të presim tabelën për të parë ecurinë e çmimeve të naftës deri në këto momente, ku vjet re sërish edhe sot një rritje, duke zgjeruar në këtë mënyrë fitimet e sesionit kaluar. Brendi Londrës ka fituar 1.3% të vlerës, është afruar shumë nivelit të $70, kuotohet në $69.29 për fuqi. Nafta bruto amerikane ka fituar 1.49%, kuotohet në $64.15, ndërsa nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka ndryshuar minimalisht në rritje me vetëm 0.05%, por ditën e dieshme u rrit nga rreth $680 në $700 sot, kuotohet në $700.75 për ton, ndërsa në tregun e metaleve të çmuara vijon tendenca në rritje edhe në sesionin e sotëm, me arin, argjendin dhe platinin që kanë regjistruar nivele të reja rekord dhe nuk po ndalen për shkak tensioneve gjeopolitike, por gjithashtu edhe kërkesës së lartë për metalet e çmuara dhe mineralet e ralla në tërësi. Vetëm sot ari ka fituar 4.16% të vlerës dhe ka prekur nivelin më të lartë historik nga dita në ditë. Metalet e çmuara po regjistrojnë nivele historike, kuotohet në $5.524 për oncë. Analistët parashikonin që në këto nivele, pra pranë $5.500, ari mund të shkonte deri në fund të 2026-s, por e ka prekur këtë nivel pa u mbyllur ende muaj i parë i 2026-s, ndërsa argjendi ka fituar 3.51% të vlerës, kuotohet në $117.52 për oncë. Për argjendin kërkesa ose situata mund të jetë ndryshe, sepse ekziston një kërkesë shumë e lartë nga industria e paneleve fotovoltaike e automjeteve elektrike, por gjithashtu edhe nga sektori i inteligjencës artificiale. Aktualisht argjendi kuotohet në $117.52 për oncë, niveli më i lartë në histori. Edhe platini ka regjistruar nivelet maksimale historike, kuotohet aktualisht në $2.724 për oncë, në rritje me 3.59% të vlerës, ndërsa në ecurinë e tregut të aksioneve, shumica e bursave publikojnë fitime, vetëm DAX i Gjermanisë dhe indeksi Zuriut CMI janë në rënje me 0.84 dhe 0.47%, por kjo për shkak se në bursën e Frankfurtit, në indeksin DAX, disa kompani realizojnë humbje të konzervueshme sepse fitimet e tyre 3 mujore rezultuan poshtë pritshmërive të tregjeve. Ndërkohë, FTSE 100 i Londrës, CAC 40 i Parisit dhe FTSE MIB i Milanos janë rritur me 0.34, 0.62 dhe 0.38%. Në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street, vjet re gjithashtu një ndryshim i vogël. Dow Jones dhe Standard & Poor's 500 janë rritur lehtë me 0.02 dhe 0.17%, Nasdaq ka humbur 0.01% të vlerës. Për gjatë ditës së sotme, investitorët po presin njëkohësisht edhe fitimet 3 mujore nga kompanitë shumë të mëdha europiane, sikurse është Deutsche Bank, ING, Wizz Air, Roche, Swedbank, Sanofi Aventis, Nokia, Microelectronic dhe SAP. SAP i publikoi fitimet e saj pak momente më parë, që zhgënjyen investitorët dhe përjedhoi aksionet e saj kanë rëndësishëm. Fillimisht do të shohim performancën më të mirë në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku
Kufitimet kryesojnë nga Siemens në rritje me 2,45%. Deutsche Post, Zalando, Siemens Energy dhe Brenntag kanë fituar nga 1,46 deri në 1,68%. Ndërkohë në performancën më dobët humbjet kryesojnë nga SAP, giganti gjerman i prodhimit softwareve kryesisht financiar, që është në rënje me 11,47% vlerës, sepse fitimet 3 mujore të SAP rezultuan shumë poshtë pritshmërive të tregjeve për 3 mujorin e fundit të vitit 2025. Deutsche Bank, Sunrise, Rheinmetall dhe Hannover Rück kanë humbur nga 0,68 deri në 2,15% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.